Unë jam Nimetullah Dauti, i njohur si Suxhuki. E kam vetëm një mesazh. A jemi në live? Live-in, apo? E di Roma, e di shka vën mas kësajna fjales. Çfarë për të E din. Kjo protestë organizuar nga grup jo formal i qytetarëve e ka porosinë e vet pikë së pari ekologjike për mbrojtjen e tokës, natyrës dhe shpezëve Shqipërisë. Ne jemi pak njerëz këtu, po kur vjen puna për Shqipërinë gjithmonë përqojmë një mesazh i cili është përtej mesazhit ekologjik, ajo është mesazh politik se Shkupi është me Shqipërinë. Edhe Shkupi ka qenë kryeqendra e parë e propozuar për pavarësinë e Shqipërisë dhe sigurisht se ajo qëndron pas të dytës e cila është Vlora. Nuk jemi këtu kundër askujt, vetëm jemi që si shqiptar, qytetar dhe shkupian, ta shprehim mbështetjen tonë për protestat masive që po mbahen tani në Shqipërisë, për mbrojtjen e Shqipërisë. Pra vetëm shkurt që krejt ta dinë, Shkupi është me Shqipërinë. Sot jemi këtu para ambasadës shqiptare për të dhënë përkrahjen tonë për protestat që janë duke bë për shitjen dhe e tokave dhe dëmtimin e natyrës që pretendojnë të bëhet tokës shqiptare. Natyrisht që ambienti, natyra, ekologjia nuk njohin kufi, as politik, as geografik. Ne jemi në përkrahje të fortë të bashkë mendimtarëve tanë ambientalist dhe të atyre që duan të mbrojnë tokën shqiptare. Ne nuk kemi tokë për të shitur askujt, kudo qoftë ajo.